Më të mëdha që Allahu i lartësuar i jep një personi është maturia. Maturia do të thotë që një prej përkufizimeve apo një prej kuptimeve është menaxhimi në mënyrë të mirë, të suksesshme të situatave të caktuara. Janë disa situata të cilat janë normale, ku kushdo dhe gjithkush mund t'i menaxhojë në mënyrë të suksesshme. Sepse këto situata janë të thjeshta për të menaxhuar. Mirë, po janë disa situata, janë disa momente, mund të jenë disa çaste, mund të jenë disa sprova, mund të gjendet njeriu në një situatë të tillë që e të vërtet do një maturi goxha të theksuar apo të madhe për t'i menaxhuar ato. Tani ne lexuam nga surja Ali Imran dhe një prej momenteve që mund ta shkëpusim nga kjo sure është edhe momenti kur u sprovua ummeti në përgjithësi dhe bashkëkohësit e dërguar të Zotit lartësuar u sprovuan me vdekjen e pejgamberit alayhis salam. Të gjithë e dinë. Është një nga momentet, si thua, më të vështira që kanë përjetuar muslimanët. Ndron jetë i dërguar i Zotit. Tani, dashuria dhe lidhja që kanë patur besimtarët me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nuk ishte një dashuri dhe nuk ishte një lidhje e zakonshme. Absolutisht, përgjatë gjithë historisë njerëzore, nuk u arrit të forcoj apo të lidhej një lidhje më solide, më e sinqertë, më e mirë, më e bukur, se sa lidhja dhe se sa raporti që u formua mes dërguarit të Zotit lartësuar dhe besimtarëve apo anësjelltas. Prandaj ata njerëz jetonin në një mënyrë të tillë sa që nuk e imagjinonin dot që një ditë do ndaheshin nga dërguari i Allahut. E dinin teorikisht. Ai ishin të bindur sepse Allahu i lartësuar thot innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ti do të vdesësh dhe këta të gjithë do të vinë një moment do ndrojnë jetë. Pra çdo njeri që jeton, do vinë një moment do t'i dorëzojë shpirtin e Allahut të lartësuar. Pra teorikisht e dinin. Mirë, po nuk asnjëherë nuk e ushqenin mendjen e tyre dhe veten e tyre se do të vinte një moment dhe pastaj do të hynin në xhami, do të futeshin në xhami dhe imami i tyre nuk do të ishte i dërguar i Zotit. Dhe do t'i shikonin sokakët e Medinës pa të dërguar në Allahut lartësuar. Nuk e imagjinoni dot. Prandaj në momentin që ndroni jetë pejgamberi alayhis salam, u lajmëruan teorikisht e morën vesh të gjithë. Dërguari i Allahut ndroi jetë. Mirë, po a e përballuan dot? A e menaxhuan dot? Jo. Dhe në krye të atyre sahabëve të cilët nuk e menaxhoi dot siç duhet situatën, është pikërisht i dyti më i madhi prej tyre, që është Umeri radhiyallahu anhu. Dhe ju e dini se sikur dëgjoi lamin që dërguari i Allahut kishte ndruar jetë, shkon me të shpejt, futet në xhami dhe fillon dhe në atë moment mbizotëroi mbi të ana emocionale. Dhe thotë i dërguari i Allahut nuk ka ndruar jetë. Dhe as të mos guxoj dikush prej jush dhe të thotë dhe të pretendojë se ka ndruar jetë. Thjesht ka shkuar tek Zoti i gjithësisë ditë të caktuara ose orë të caktuara si Musa alayhis salam. Siç u shkëput Musa alayhis salam prej popullit kur mori Teuratin, kur mori librin, kështu ka bërë dhe i dërguari i Allahut. Dhe do vi do vazhdoi të jetojë akoma mes nesh. Dhe këtu nuk i kishte këto as me fjalë syfajsi, as lajka, as përqetësuar situatën, në ato momente i përjetonte, i ndjente. Dhe kapi situatën, e kapi në kontroll Ebu Bekri radhiyallahu anhu, i cili ishte më i dishmi i sahabëve, i cili ishte më i devotshëm i tyre, më i mençuri dhe më i maturi. Ai i cili menaxhoi këtë situatë kaq të vështirë në mënyrën më të bukur dhe më të thjeshtë. Dhe ju e dini se çfarë veproi. U ngjit në mimber dhe thotë: "O ju njerëz, kush ka adhuruar Muhammedin, ta di se Muhammedi ka ndruar jetë. Kush ka adhuruar Allahun, ta di se Allahu është i përjetshëm, i gjallë, i përjetshëm, nuk vdes kurrë." Pra që do thotë dhimbja është e madhe, njeriu më i dashur për sytë tanë dhe për zemrën tonë tani ka shkuar tek Zoti i gjithësisë, mirë po, ky është ligji i Allahut. Tani ne do të vazhdojmë jetën dhe pa të dërguarin e Zotit. Dhe ne nuk kemi adhuruar Muhammedin. Dhe ne nuk adhurojmë sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk adhurojmë njerëz, ne adhurojmë Allahun, i cili është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Dhe është i gjalli, i përjetshëm, i përhershëm. Dhe lexoj në mimber një prej këtyre ajeteve që ne e kënduam tani në namaz. "Wa ma Muhammedun illa rasul
qad khalet min qablihi rusul. Muhammedi nuk ishte gjë tjetër veç se profet. Kishte një mision, e solli Allahu në ekzistencë, në jetë, i ngarkoi një mision dhe e përmbushi në mënyrën më të mirë misionin. Efe immate e u qutile in qalabtum ala aqabikum, nëse ai vritet në betejë, nëse ai vdes, apo vritet në betejë, ju do të lini fen, do t'i ktheni shpinën fesë së Zotit, wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a. Kush i kthen shpinën fesë së Zotit dhe e lë për një moment apo për një arsye, ta di se nuk i ka bërë kurfar dëmi Allahut. Dëmin ja ka bërë vetes së tij. Dhe Allahu do t'i shpërblej shumë mirënjohësit dhe falënderuesit. Dy mësime marrim nga ky ajet, nga kjo ngjarje dhe e përfundoj. Mësimi i parë, në lutjet tona, ne do ta lutim shumë Allahun e lartësuar për maturi, për menaxhim të mirë të situatave të vështira. Mund të jesh në një situatë vështirë familjare, mund të jesh në një moment me shoqërinë, mund të jesh në një moment çështje pune, marrëdhënie pune, mund të ndihesh në momente të caktuara viktimë dhe të kanë bërë padrejsi, në një moment të caktuar kapistrën e ndjenjave të tua, ato frerët e ndjenjave të tua, të emocioneve të tua, të veprimeve të tua, ndoshta nuk i ke ti në kontroll. Ndoshta i ka Zot na ruaj shejtani i mallkuar. Sepse çfarë ka thënë pejgamberi alsa për zemërimin? Ka thënë është zjarr, është këndij që e hedh ai dhe investon. Prandaj këtu në këto momente duhet maturia. Maturia nuk duhet kur vetë çdo gjë vi. Çdo gjë për mashallah. Këtu nuk duhet maturi. Maturia duhet atëherë kur vërtet ndodhin tërmete. Atëherë kur janë situata të vështira, dhe aty dalin në pa pasaj burrat, burrneshat dhe njerëzit e matur, dhe njerëzit e devotshëm, njerëzit që kanë fe, njerëzit që kanë dije, dhe njerëzit që kanë përvojë, dhe njerëzit të cilët nuk janë momental, nuk janë emocional, por shohin pasojat e gjërave. Pasojat e gjërave. Prandaj çfarë tha Umeri? Imagjinoni Umeri radhiyallahu anhu, tha pasha Zotin e gjithësisë, sikur e dëgjova për herë të parë këtë citat. Këtë citat që ne e kënduam, e dinin përmendesh. Mirë, por në këtë moment, pra e humbi kontrollin, saqë sikur për herë të parë, më duk sikur e dëgjova për herë të parë. Pra që Muhamedi nuk është gjë tjetër veçse profeti i Zotit, ka patur dhe përpara tij profet, nëse ai vdes apo vritet, ju do të ktheni nga feja juaj. Kush kthehet, ka bërë dëmin vetes së tij dhe si ka bërë dëm Allahu të rasuar. Prandaj ky është mesazhi i parë që ne e përzgjedhim për ta ndarë bashkërisht në këtë natë të begat inshallah Zot. Të bëhemi njerëz të matur, të bëhemi njerëz të kontrolluar, të bëhemi njerëz që të peshojmë fjalët tona, veprat tona, të bëhemi njerëz jo emocional. Emocioni dakor duhet, është i mirë. Ama është duhet jetë me kufi dhe duhet jetë në vendin e duhur, në masën e duhur. Besimtari udhëhiqet nga logjika, udhëhiqet nga pjekuria, nga maturia, nga peshimi i gjërave, nga marrja në konsiderate pasojave. Prandaj la taghdab, la taghdab, la taghdab. Mos u irrito, mos u irrito, mos u irrito. Mos u nxito. Bëu njeri i matur. Kjo është e para. E dyta, ne nuk e lidhim me adhurimin e Allahut të nderuar në rrethana të caktuara. As me njerëz të caktuar. Ne kemi një kontratë drejt për drejt me Zotin e gjithësisë. Na dhënë Allahu i lartësuar jetë dhe që të jemi bashkarisht në këto vende të begata, në këtë muaj të begat, paqim sa më shumë Ramazane, paqim sa më shumë jetë gjatë bashkë në punë të mira. Mirë po, do vi momenti që do ndajemi dhe nga njëri tjetri. Ne nuk e lidhim adhurimin me Zotin nga filani apo nga fisteku. Nëse ai shkon në xhami, shkoj dhe unë. Nëse ai nuk shkon në xhami, nuk shkoj. Pse se më kam droj, apo e kam pak vështirë, apo kjo. Jo. Ne e lidhim adhurimin i cili si afat kur e ka, derisa ti dorëzojmë shpirtin e Zotit lartësuar, nuk e lidhim me njerëzit dhe nuk e lidhim në rrethana të caktuara. Çdo do të rrethana të caktuara, kur jam mirë ekonomikisht, jam besimtar i mirë. Në momentin që po përjetoj një sprov ekonomike, Zot na ruaj, tani ligështohem, do bësohem, lë namazin, lë xhamin, jo. Ndryshoj në karakter, ndryshoj në sjellje, ndryshoj në mënyrën se si e kërkoj riskun, deri dje je përmbajtur e ke kërkuar me halal, tani e pak vështirë, fillon edhe i hap dyert vetes tënde, dyert e harramit. Jo. Ne nuk e lidhim me adhurimin me Zotin me rrethana të caktuara, nuk e lidhim me shije. Në momentin që më vjen përmbar,
do të më gjesh adhurues të mirë. Në moment tjetër jo. Besimtari, një prej pikave të kontratës të beslidhjes që u mori i dërguari i Zotit lartësuar brezit të parë dhe gjeneratës të parë, ata që janë model për ne është, cila është? Të adhuroni Allahun kur t'ju vi mbar dhe kur t'ju vi vështirë. T'jeni prej atyre që shpenzojnë në rrugë të Zotit, sakrifikojnë në rrugë të Allahut për të ngritur lart fjalën e Zotit, me krenari, me dignitet, me përkushtim pa u lodhur, kur t'ju vi mbar dhe kur t'ju vi vështirë. Kur t'jeni në mirëqenie dhe kur t'jeni në vështirësi, në ngushtim ekonomik, që do thotë në adhurimin e Zotit dhe përkushtimin dhe devotshmërinë dhe moralin dhe sjelljen dhe raportin që ndërtojmë me Allahun dhe raportin që ndërtojmë me njerëzit, nuk e ndërtojmë të ndikuar nga rrethana të caktuar apo nga njerëz të caktuar. Vdiqi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja dorëzon shpirtin Allahut, kaloi tek Zoti i gjithësisë, vazhdon Islami, vazhdoi Islami. Vazhduan adhuruan Zotin ja ku jemi ne sot. Lutim Allahu lartësuar që këto dy mesazhe të na bëjnë dobi, të jemi të matur dhe të mos e lidhim adhurimin e Zotit dhe të qenurit dinjitos dhe të përkushtuar me rrethana të caktuara. Ama gjithmonë mbajmë një ritëm. Vazhdojmë mbajmë një ritëm të mirë, pastaj rrethana të caktuara na shtojnë dhe na përmirësojnë akoma më shumë këtë ritëm me ndihmën e Zotit lartësuar. Allah ju mbuloft në mirësitë e tij dhe na pranoft Zoti adhurimet tona dhe plotësojmë vitin 3 rekate inshallah.